Partia Politike Aleanca Kosova e Re me akronimin AKR, e regjistruar në KQZ me 7/12/2007, ka qenë obliguar që Kuvendin e radhës ta mbajë me datën 25 shkurt 2026. Deri në këtë datë, zyra për regjistrimin, certifikimin dhe kontrollin financiar subjekteve politike nuk ka pranuar asnjë njoftim për mbajtjen e Kuvendit. Për më tepër, zyra e ka njoftuar partinë politike për obligimet e saj ligjore për mbajtjen e Kuvendit përmes emailit të datës 4 shkurt 2026, po ashtu edhe përmes emailit rikujtues i dërguar me datën 24 shkurt 2026. Pavarësisht këtyre njoftimeve dhe rikujtimeve, partia politike nuk ka ndërmarrë veprime për përmbushjen e këtij obligimi ligjor. Andaj, duke pas parasysh që Partia Politike Aleanca Kosova e Re nuk ka respektuar afatin për organizimin dhe mbajtjen e Kuvendit, zyra i rekomandon KQZ-s si në vijim të pezulloj Partinë Politike Aleanca Kosova e Re sipas nenit 5 të rregullorës numër 9/2024, ta obligoj Partinë Politike Aleanca Kosova e Re me akronimin AKR që në një afat shtesë prej 45 ditësh të mbajë Kuvendin e saj. Nëse Partia Politike e regjistruar Aleanca Kosova e Re nuk e mban Kuvendin brenda afatit shtesë prej 45 ditësh, KQZ-ja me vendim do ta regjistrojë atë nga regjistri partive politike në përputhje me nenin 7 nën paragrafin 1.4 i rregullorës numër 9/2024. Andaj zyra i rekomandon KQZ që të marrë vendim për pezullimin e Partisë Politike Aleanca Kosova e Re. Faleminderit, doktor. A ka ndonjë diskutim ndonjëri pjatorëve? Nëse jo, hedh në votim kush është për? Në 11 vota për, miratohet rekomandimi, ashtu që pezullohet Partia Politike Aleanca Kosova e Re dhe obligohet që e njëjta brenda afatit prej 45 ditësh të mbajë Kuvendin e saj. Vazhdojmë me pikën e radhës, Sfjel Çani. Faleminderit shumë, kryetar. Këshilli i Operacioneve Zgjedhore ka shqyrtuar draftin e përgatitur edhe nga punëtoria dhe nga sekretariati lidhur me planin e punës për vitin 2026, pra bëhet fjalë për obligimet ligjore që kanë qenë të KQZ-s për muajin janar dhe shkurt e mars, pra aktivitetet që janë ndërmarrë krahas edhe përgatitjes për certifikimin e rezultateve dhe shpalljen e rezultateve përfundimtare, ndërsa për muajt të tjerë, pra 9 muaj të tjerë, është përgatitur një plan i punës konform strategjisë miratuar të KQZ-s për vitin 2023 deri në vitin 2026, në kuadër të 5 shtyllave strategjike, janë gjithsej 73 aktivitete, të cilat janë të listuara në kuadër të planit të punës. Sigurisht këtu janë marrë parasysh kufizimet pa buxhetin që kemi të alokuar, por edhe mundësinë e rrezikut edhe të shkuarjes të zgjedhjeve që mund të jenë, prandaj një pjesë tërmuese e këtyre aktivitetet të parapara mbaren sigurisht prej zgjedhjeve, por ato që janë obligime ligjore të KQZ-s do të përfundohen në tërësi ashtu siç ka ndodhur çdo vit. Ajo që ka vlen të potencohet është në kuadër të shtyllës strategjike për digitalizim, pra është planifikuar që të zhvillohet projekti i skanimit të flet votimeve që është paraparë që të ndodhë deri në muajin dhjetor, pra dhe vlerësimi dhe studimi dhe gjithçka tjetër të saj përket këtij aktiviteti, po që ka dhe kosto financiare. Por edhe është edhe përmirësimi i moduleve aktuale softverike që janë në shfrytëzim nga KQZ-ja. Rekomandojmë si Këshilli i Operacioneve Zgjedhore, ne kemi edhe dje kur e kemi trajtuar gjatë mbledhjes së Këshillit, kemi dhënë komente lidhur me përmirësimin e disa aktiviteteve, prej asaj që parimisht jemi dakorduar gjatë punëtorisë. Rekomandojmë që të miratohet ky dokument. Faleminderit. Faleminderit. A ka dikush diçka lidhur me këtë pikë? Nëse jo, janë votim, kush është për? Atëherë miratohet plani i punës Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vitin 2026. Vazhdojmë me Këshillin për Buxhet dhe Financa, Almir apo Samuel? Ose dhe ku më dheqëm. Faleminderit se kryetar, sot dhe kemi trajtuar në 2 këshillat planin e prokurimit për vitin 2026 edhe në Këshillin për Operacione Zgjedhore dhe në Këshillin për Buxhet dhe Financa. Drejtori i sekretariatit ka referuar dhe ka arsyetuar planin e prokurimit. Ne kemi konstatuar që disponueshmëria e mjeteve ekziston dhe njëkohësisht është thonë që në situata të reja nëse ka kërkesa të reja apo buxhet shtesë, atëherë do ta rishikojmë planin e prokurimit dhe një zëri kemi sugjeruar që KQZ-ja ta aprovojë këtë plan edhe ta votojë. Faleminderit. Ka
diskutuar lidhur me planin e prokurimit? Nëse jo e hedh në votim, kush është për? Të miratohet plani prokurimit të KQZ-s për vitin 2026. Vazhdojmë prapë me zotin Hamiti për çështje ligjore. Po ashtu në mbledhjen e 9 të Këshillit për çështje ligjore kemi trajtuar kërkesën e kryesuesit të Kuvendit Komunal në Istog, po ashtu edhe në Fushë Kosovë. Kemi 5 zavendësime në Istog dhe një në Fushë Kosovë. Kam arsyeja dorëheqjes nga Asambleja në Istog është e lidhur direkt me atë që të gjithë këta që janë të rjekur janë emëruar drejtora, kurse ky në Fushë Kosovë është për kërkesë, për çështje personale, thotë. Dhe i kemi trajtuar të gjithë, pa kushtet ligjore janë plotësuar që të bëhen këto zavendësime dhe sugjerojmë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të aprovojë zavendësimin e këtyre anëtarëve në Kuvende Komunale. A i lexojnë apo do të lexoj? Okej. Faleminderit Sami. Atëherë në Istog janë 5 zëvendësime. Naim Belula i zëvendësohet nga Hajrosh Shoshi, Abedin Kabashi i zëvendësohet nga Bedri Haxhiu, Agon Dresha i zëvendësohet nga Hakip Pëdrimaj, Kushtrim Buleshka i zëvendësohet nga Fai Kalushaj dhe Merita Pytyqi i zëvendësohet nga Valbona Andemaj, ndërsa në Fushë Kosovë Bashkim Krasniqi i zëvendësohet nga Suhat Ademi. Nëse s'ka dikush në një koment, e hedh në votim, kush është për? Me 11 vota për, të zëvendësohen. Pika e radhës është e mbyllur për publikun, kisha kërkuar nga anëtarët e mediave të na lirojnë sallën.